Invalidët e punës në qarkun e Elbasanit denoncojnë mungesën e mbështetjes nga shteti, duke theksuar se kushtet e jetesës së tyre nuk përmbushin standardet e parashikuara në statusin përkatës. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente, por sipas tyre reagimi i institucioneve ka munguar. Kryetari i Degës Shkëlqim Agolli deklaron se institucionet shtetërore nuk po respektojnë detyrimet ligjore ndaj kësaj kategorie. Sipas tij, shëndetësia mbetet një nga problematikat më të mëdha. Invalidët e punës ripulsojnë me ilaçe, mbas ligjit. Ripulsojnë me ilaçe. Tani ripulsimi i ilaçeve në shumë raste, domethënë, për mendimin tonë nuk ka efekt ato ilaçe që marrim ne. Unë për shembull marr për diabetin, marr për stomak, marr për prostatë, marr për hidroskale. Edhe të gjithë ato që marr unë duhet të paguaj, sepse nuk më ripulsojnë ashtu si duhet. Në qoftë se unë marr një seretit për azmën, unë do të paguaj më shumë se 2.700 lekë të reja. Po kështu edhe për diabetin, po kështu edhe për gjitha smundjet tjera. Domethënë përgjithësi, domethënë ilaçet që përcakton zgjedhja e ilaçeve që përcaktojnë qeveria, për ne nuk funksionon. Këtu tek ne nuk kemi një eko. Në Gramsh nuk ka një eko. Po është privat, do të paguaj 4.500 lekë për bërë një eko. Të veshkave, të gjithë problemet që ka njeriu, nuk ka një eko. Të njëjtat probleme sipas shoqatës hasen edhe nga invalidët e punës në bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit, të cilët kërkojnë vëmendje dhe masa konkrete për përmirësimin e kushteve të jetesës.